kam direkt nga gjykata themelore në Drenas, këto ku para pak minutash ka përfunduar seanca dëgjimore ndaj të akuzuarit Ekrem Abdullahu, i cili dyshohej për kanusjen e Hysni Gucatit, kryetari i OVD UÇK-s. Atëherë seanca parashihet të nisej në orën 11:30, mirë po nisi me disa minuta vonesë për shkak se të mungesës të akuzuarit në këtë rast Ekrem Abdullahu. Seanca gjithsesi vazhdoi pa prezencën e tij, ku trupi gjykues vendosi për t'i shqiptuar dënimin prej 4 muajsh zotit Abdullahu në këtë rast. Atëherë, për me u tregu pak më shumë rreth këtij rasti, Ekrem Abdullahu akuzohej për postjen e Hysni Gucatit përmes rrjetit social Facebook, ku ndër të tjera ai i kishte shkruar zotit Gucati se derat si ty duhet të pushkatohen. Kjo çoi që zoti Gucati ta padis zotin Abdullahu, këtë rast edhe gjykata në Drenat vendosi për burgimin e tij prej 4 muajsh, për dënimin e tij prej 4 muajsh. Zoti Gucati pas kësaj seance ka folur para mediave, ku ka thënë se e mirëpret dënimin e zotit Abdullahu dhe e mirëpret vendimin e gjykatës në këtë rast, ku tha se kjo duhet të jetë në sem për gjithë ata të cilët ju vetëm zotit Gucati, por gjithë të tjerëve që komentojnë negativisht ose nxisin gjuhë të udhëheqjes nëpër rrjetet sociale. Për ka zotit Gucati dhe të tjera tha se kjo nuk është fatja vetëm që kanë ngritur ndaj personave që e kanë kërkuar, kanë usur apo e kanë komentuar negativisht në rrjetet sociale. Okej, pra Elma, për ta përmbledhur për gjithë shikuesit, personi osur Hysni Gucatin është dënuar me 4 muaj burgim. Po, pikërisht është dënuar me 4 muaj burgim nga gjykata themelore në Drenas.